Njeriu e ka përdorur trupin si një vegël për të punuar dhe përparuar, si një armë për t'i marrë jetën një njeriu tjetër, por më e rëndësishmja, e ka përdorur trupin për të kërcyer. Kërcimet variojnë nga vallja magjike e Osmantakës deri te kërcimi në tub. Gjeni që kam zgjedhur të mësojnë sot. Hi! Hello! Mirë se erdhe! Apo do të bëjmë kështu si janë këto përshëndetjet? Po, bëjmë qik, se jemi goca. Jemi zgoca shko. Jemi me zgota të gjitha. A zhvishemi fare lakurisht të gjitha si që... Pasi ky propozim i pafajshëm u refuzua, filluam nxemjen. Ule dorën e majt? E vlerësoj shumë. Shtyje këmbën e djathtë. Këmbët gjër. Hajde. Vandam jam unë? Poshtë dy duart. Vërtet kam bërë seks me Bleonë, po. Nuk diti me gjitha që kam bërë vandam. Bravo! Frymarrje, frymëzierje. Hajde, bravo, pa! Bravo, po ju s'keni kohë që unë nga, dhe shumë kejtë. Hajde, lart, jemi prap. Fillova t'ja marr dorën Hopa. dhe shalën. Po më digin shalët. Nese po për zotin. Nga nese do filloj të bëj seks. E kam me gruan. Respekti për striptiste të shktu tani. Jo se s'kam patur. Po sigurisht kam patur. Këmbë majt. Të vendim me preferuar gjithmonë pas 5 gota. Ma di ti merr me muhabet që mos ta bësh pozën po. Respekti për veten ka humbur disa pikë. Jam i pa pudrosur për momentin. Më fal. Nuk kisha nevojë për kaq shumë informacione. A përdorni pudër? A përdorni pudër? Edhe një herë, jo. Aha. Goxha pikë. Wow! Di që kam thënë këtyre, do vi Denisi, do vi këtë poza, do i turproj. Tu që ishi ku është Denisi. Se më na vlet për këtë. Bravo! Pra, të lutem. Larë dora tjetër. Dhe tentojmë të hidhemi sa më sipër. Po. Pipi trupi, shikon brapa. Ngrije pak as më lart trupin. Gati për çdo gjë që jeta hedh drejt meje. Të lutem, a? E kuptoni sa i mirë jam në seks. Qëndro? Jo, jo sot, jo në dorën time, jo. Po vdeshe! Në jetë duhet të mësojmë nga njëri tjetri. A e dini si bëhet masazhi prostatës? Jo. Me vërtetë? Jo. Futen dy gishta në bys. Vjen shumë keq që pyeta dhe nuk. Okej. Ju. Është të mëshme? 1, 2, 3, mbrapsht. Bravo, kjo ishte. O zy është ta morin kthesë. Pas kësaj performance, isha gati për nivelin tjetër.